Pse është aq e rëndësishme sakrifica e kurbanit? Çfarë simbolizon? Tash normal, nuk e di sa dhe kemi kohë shumë mu zgjerue, po vërtet kuptimi i kurbanit na e dim mas pari se si kurban, si domethënë fenomen, ekziston jo vetëm nga koha e Ibrahimit që ne zakonisht jemi mësuar me përmend. Kurbani ekziston qysh nga familja e parë njerëzore, qysh nga koha e Ademit edhe Havës, bashkë me bijt edhe bijat e tyre që i kanë pas. E siç e dim, familja e parë njerëzore e që atëherë është fillu me aspektin e ofrimit të sakrificës, ofrimit të kurbanit. E që e dim se vërtet ka qenë një lloj provimi, me e quajtë ashtu, të bijve edhe të bijave të Ademit e të Havës, e që janë familja jonë e parë, e që e dim se edhe Kabili dhe Habili të dytë kanë ofru kurban, e që e dim se i është pranue njërit e jo tjetrit, edhe ai tregim domthon i njohur besoj për shumicën e teleshqyqyesve tanë. Por ajo që është pak më shumë e njohur edhe që dihet është nga koha e Ibrahimit alayhis salam, kur vërtet Allahu xhaleshanuhu pra e sprovon Ibrahimin, ndoshta që se ka sprovue askën tjetër, nuk di ndoken që e ka sprovu Zoti, me çka e ka sprovu Ibrahimin alayhis salam. E që e dim fort mirë se Ibrahimi tash edhe Haxheria, bashkëshortja e tij, të shtyrë në moshë, edhe me vitet tona duke e lut Zotin, duke pritë që t'i furnizon me evlad, me fëmijë. Edhe Allahu xhaleshanu i furnizon me Ismailin. Pas domethënë lutjeve të tyre, pas një pritje të gjatë e kështu me radhë. Përjetojnë pra një gëzim të madh që Zoti i furnizon pra me Ismailin, edhe tash kur me veç pak fillon të rritet pak djali i tyre Ismaili, atëherë vjen edhe momenti i sprovës. Po përjetohet do atë gëzimi, po edhe Zoti po don me na tregu se kjo jetë e ka edhe njërin edhe tjetrën. Edhe na edhe në jetën e përditshme jam i bindur që secili prej nesh që pak e ka pas rastin me jetu një jetë mesatare, domosdoshmërisht i ka pas, domethënë edhe njërin e tjetrën, ka përjetu edhe gëzime, edhe momente të mira dhe të bukura, po edhe përjeton nganjëherë edhe momente do atë jo krejt të këndshme, nganjëherë sprova e kështu me radhë. Prandaj edhe i vjen sprova tash Ibrahimit edhe Haxherës, e që i vjen në ëndër pra inspirimin nga Zoti që ta bën pra ta therr kurban birin e tij, domthon Ismail. Trinet, domthon Ibrahimit i vjen kjo ëndër edhe ky inspirim prej Zotit, edhe kupton se vërtet është porosi e Zotit, edhe në këtë rast normal kemi të bëjmë me një njeri që vërtet ka qenë i devotshëm, pas tjerave edhe i dërguari i Allahut, pejgamberi i Zotit, edhe prandaj është normale se nuk mundet që Ibrahimi me refuzu domthon kërkesën apo obligimin që Allahu xhaleshanu po e obligon. Por ajo që po sprovohet në këtë rast nuk është sprovë e thjesht, e që vërtet po të ishte ajo se kërkohet që të sakrifikohet apo do t'i bëhet kurban djali, ndoshta kish me qenë pak më e lehtë, po kur i thuhet që ti ta bësh atë kurban, ti me dorën tënde, domthon ta bësh kurban, ta therrësh djalin tënd, vërtet është mendoj kulminacioni i sprovës, por vërtet me këtë Allahu xhaleshanuhu don të tregon se kush janë ata të cilët vërtet e kanë njoft Zotin, ata të cilët vërtet janë dorëzu Zotit, sepse Islam edhe musliman tek ne kuptimi i tyre edhe nga rrënja dhe vetë e gjuhës arabe që është se ki bën me një njeri apo do të burr edhe grua që me një fjalë i janë dorëzuar do të krijuesit e tyre. Nuk i dorëzohen askujt tjetër nga krijesat e tij, po i dorëzohen atij që është krijuesi jon, edhe prandaj sepse e njohin atë se ai është i mëshirshëm, se ai është bujar, se ai na don ne edhe është më i kujdesshëm për ne se sa vetë ne. Prandaj edhe tu e ditë këtë, nuk paramendohet që porosia e tij të refuzohet. Edhe për atë Ibrahimin alayhis salam e gjejmë domthon të atill që ai i nënshtrohet urdhit të Allahut, edhe bashkë me bashkëshorten e tij Haxherën, po edhe çka është më e çuditshme, edhe djali duke qenë i vogël është pra i gatshëm, sepse më shkurt darda pik e bjen ndër darë që themi ne, ha. Edhe prandaj Ibrahimi alayhis salam jo se është në dilemë ta bën apo mos ta bën këtë, po tash edhe konsultohet me djalin e tij. Edhe e njofton se kështu është duke urdhëruar, kështu po porositem. Me një fjalë edhe ti çka më thon? Ti çka mendon për këtë? Po e pyet djalin e vet Ismailin. E që
Zoti mos ta sprovoj asnjërin prej neve tjerëve se di si kishim me veprue.